Assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuh. Përshëndetje të nderuar shikues të RTS, mirë se erdhët edhe sot në emisionin Nën hijen e mëshirës, ku për sot do të këto minuta që kemi në dispozicion do të flasim për historikun e agjërimit në fakt Ramazanave të dikoshëm dhe të sotshëm, dallimin mes atyre të sotshëm dhe të dikoshëm me një hoxh i cili ka mbi 41 vite shërbim ndaj popullit shqiptar dhe kosovar, me Mulla Jahir Beqirin. Selam aleikum, mirë se erdhët hoxh. Aleikum selam, mirë se qetë. Faleminderit edhe nga juaj. Çu ke kalu deri më tash në Ramazan përgjithësi mirë? Elhamdulillah, mirë shumë. Hoxh, me qenë pothuajse 4 dekada në shërbim të popullit, xhamatit, nuk është edhe lehtë. Edhe këto 40 vite sigurisht ka shumë përvoja, shumë kujtime. Po fillojmë nga e rinisë deri më sot. Çfarë kujtoni nga Ramazanat e dikoshëm? Besoj që keni mrihë dhe komunizmin apo? Qysh jam? Kohën e Rankovicit që ja kam dëgjuar zonën, në? E deri më sot, çysh kanë qenë Ramazanat dikur? Bismillahirrahmanirrahim, elhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulina Muhammedi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahu xhallahu shanuhu, i cili është krijues, shpeks formullan se çdo krijesë. Përshëndetjet më sinqerta për njeriu më të dashur, më të zgjedhur të gjitha kohëra për Muhammed Mustafa alayhi salatu wasalam. Po Ramazani për ka madhështia gjithmonë ka qenë, është dhe do të mbetet, këtë që është plot mëshirë, plot rahmet pejt mallit Zot, kënaqësi dhe që kur ta din të tjerët që ka përfitojnë për Ramazanit, të gjithë dhe ta agjërësh. Mirë po dallimi, më herët edhe kohën tash moderne ta quaj kështu, dallon. Për shkakun se une ku kam lindur, atje kam lindur në fshat. Një fshat, Shalës Bajgorës, fshati Kaçanull. Aty, prej aty, domethënë maj mend që ka qenë Ramazani më herët si fëmijë. Si fëmijë. Çfarë kujtoni nga fëmijëria? Me qenë se keni pas nanën, keni pas babën, besoj po. Po njëkohësisht ka qenë një vallë fukarallahu, që ka thënë populli, do të thotë një vallë vështirësie ekonomike në atë kohë. Çu i kemi menaxhuar ato? Po mënoj syfyrat, iftarat, pastaj me dalë me prit hoxhën, po mënoj ezanin e iftarit ku janë kall ato kandilet ose dritat e xhamisë. Kënaqësi krejt mahalla. Fëmia ka ndalë në një vend që i kemi thonë, apo është thirrët e vend qafa e gjufit. Po, e prej atyhit është dok Podujeva edhe fshati Dumnic, komuna e Podujevës. Amo është lartësi shumë e madhe, por ndalësia mbi detare, fshatin Kaçanull shumë e lartë. E atje ka pas xhamia më s'pe i shofëm dritat. Edhe kënaqësi e madhe, kur i kemi pa dritat, të gjithë një zëri, unë ndezën kanilat. Edhe kështu domethënë është bë iftari. Ato ushqimet kanë qenë të gjitha bio, të gjitha tradicionale, të gjitha kanë qenë të përgatitura në ogjak, se s'kanë ekzistuar, as s'kana pas elektrik. Pa rrym. Pa rrym hiç. Mirë po, e gjithë mahalla, domethënë janë bo sy edhe vesh, edhe në iftar, po edhe në syfër. Në syfër ka qenë një grua që ka qenë përgjegjëse, jo gjithë Ramazanin, po meren, ajo miftuar domethënë edhe anëtarë të familjes vet, po edhe mahallën. Gru përgjegjës për mahallën, a? Po. Me thirrje në iftar. Po shurnizonë në syfër. Në syfër. Për syfër. Në syfër, tamam. Për syfër. Kështu që orë nuk ka pas gjithkush. Të rrallë. E do më thonë, aq me gëzim, aq me përkushtim, kanë shërbyje edhe me kënaqësinë më të madhe, kanë ejtë edhe quhet derisa është kryer syfyri. Pra, s'ka pas rrym, kushtet vështira, por kanë bë buk edhe në iftar po se po, por edhe në syfër kanë gatu buk. Gjithsesi edhe ato bilen në atë mënyrën ta quaj ashtu me saq, me ogjak, me qerep. Se nuk ka ekzistuar, domethënë atëherë as shpëreti, as për elektrik mos po flasëm hiç. Të gjitha kanë qenë tradicionale, mirë po falë Zotit, ajo pjesë gjithmonë kanë qenë njerëz blektor, shtas gjakën a pas shumë,
Edhe bylmet kena pas shumë, edhe kështu që... Pra, vere dimën, pranë vere vjesht, kanë gatu gradë sefer, pothuajse shumica. More, edhe në gjatë Ramazanit, po edhe jo Ramazanit, gjithmonë ushqimet freskta edhe tradicionale të shtëpisë. Ndërka që sot i kena këtë kushtet dhe mundësit, por që për i blem ushqimin e gatshëm. Po fatkeqësisht për ata dhe për mendimin tim janë përhapur edhe shumë smundje, sepse më herët nuk ka ekzistuar frigorifer, as në përshitore. Se si fëmijë më i men, kom shkuar në disa komuna me babër në ka marrë, po as në përshitore nuk ka ekzistuar frigorifer me unë të marrë një pije të ftaftet e pi. S'ka pas. Edhe s'ka pas as lëngje. Po s'ka ekzistuar as mish i bardh, as mish i kuq, as një lloj mishi domethënë për friza. Për ata edhe ka qenë shëndeti nivel, mirë po Ramazanit gjithmonë i nderuam edhe i respektuam nga popullata jonë shqiptare. Ajo që ka qenë, është hala tradit, por që është zbe, fatkeqësisht një pjesë, pra iftarin në për shtëpi dhe jo në për restorante që që bëjmë sot. Pra, spatrim, shi bord dhe thëtë kanë organizu iftaren në shtëpi me dajen, me halën, me tezën, me rend, këtë me i thirë, edhe ka pasat shëretin e vetë iftarin në shtëpi, e ka hala. Por që dhe thëtë sot dallon me qenë se shumë pak oftesa dhe thëtë në shtëpi, ma shumë në për restorante. Por në përgjithësi janë pasivizue edhe mashkujt edhe femrat. Me herët ka qenë shumë Po thu që dy parti kanë fajt, ha? Po thu që dy parti kanë fajt, edhe gratë edhe burrat. Dy parti kanë fajt. 2 vite, sa kam qenë në dresen Alaudin, vitit 83. Qysh vitin e parë, i kom falë 2 vite radhaze, 83-84 më shatin Ceceli, Taravit. Si imam. Komuna e Voshtrisë. 3 sofra jenë botë e burrat, nuk ka pas mobile, po ka qenë sëngjera. Sëngjera, po. 3 sofra jenë bo burra, vllazën laku, dhanurt, meqt, nëjdaj, e kemë hoxhën sonte. Të gjithë me abdes e këna prit, vaktin e iftarit, kur është bo koha, hoxha gjithmonë ka dalë në hajat të udës, edhe këna thirë zonin, edhe knaqësi gumënte zëri i fëmive, pithret hoxha zonin, u boj iftari. Se isha një mahalla, kështu që graviterishin disa shtëpi aty, edhe kështu që edhe aty ushqime tradicionale, ushqime që jenë përgadit nga femrat shqiptare, pastër, mirë, hieshi, bukuri, që ajo kohë nuk besoj që kthehet kur më. Nuk besoj që kthehet ndonjëherë, a? Nuk kthehet momentalisht me këtë situatë që po jetojmë dhe po përjetojmë, nuk ka që kthehet. Nuk e besoj që kthehet. Për shkak se edhe koha ka ndryshuar për mënyrë moderniteti, mundësitë teknike, mundësitë financiare kështu me radhë. Te puna e asaj që përdoret hala dhe sot kena thirr për si e quhet, do thotë kur kena qenë me shumë mall, mi thonë nonës, mos harro më thjeni në sefer, por ndonjëherë si nonat ma që kanë atë mëshirën e madhe ndaj fëmijëve s'na kanë çu, por që pastaj ka dalë gjumi nga vesja, që më çu në sefer ka dalë gjumi dhe me përjetu pak atë nacinë e sefirit ndoshta pa rrym, por që ka pas atmosferën e vet. Ose ke agjëruar edhe pa sefer hiç. E vërtet shumë, ka pas raste edhe unë personalisht, edhe pse kam qenë i mitur, edhe pse se kam pas obligim. Po. Mirë, po ju këna dhimt prindërve tonë, duke qenë adoleshent, e nuk na kanë ftuar, mirë, po këna fillu edhe me kajt. Edhe s'ka pas kush që na e prish. Edhe kem vazhdu ashtu, kështu që në ditën vijim, duke pa atë qëndrimin tonë, përkushtimin tonë, dashurinë tonë ndaj Ramazanit, edhe na kanë ftuar. Njëkohësisht, pra keni përjetuar kohën e komunizmit, kohën e problemeve politike, përveç problemeve ekonomike, sociale dhe ato politike. Sa ju kanë ngusë serbët apo shkijet në përgjamia, apo më qunë sefer ose kështu me radhë, se kanë dëgjuar që në shkolla, për shembull, nxënësat i kanë shti me prish me zërt. Por ju be hoxhallarëve në këtë rast ose medresanteve, talebeve, kanë ngusë që? Falenderoj Zotin e gjithësisë që na ka mundësuar mu lirua.
ne kemi hik babë e gjësh, e stërgjësh prej pushtusit. E një kanë të përndjekun? Gjithmonë. Tregohet, unë nuk e moj men, mirë po tregon të baba, për shkak që të gjithë mashkujt i kanë falë taravit edhe fshati jonë ka qenë fshati kështu shtëpia në distancë, Behramovet, Hisenovet, Begovet, Ademovet, Beqirovet na. Edhe kështu që ka ndodhur edhe 5 kilometra ndoshta njëri prej tjetrit kanë qenë, mahalla prej mahallës. Mirë po, ku kon hoxha në shkuton, edhe në bashkuton, edhe në falë. Mirë po, natë e kadrit diçka e veçantë. Edhe tash në shkuet e shkolla. E aty të shkolla, nuk ka pas tepia, se unë e moj men edhe në Prishtinë, qysh në vitin 84, safi i parë, i dyti, eventualisht, ka qenë me qylim. Mirë, po pjesa tjetër e xhamive ka qenë krejtën postakia apo në lkura të kurbanave. Ka qenë vërfni. Edhe atëherë ku po thamone, në kohën e okupatorit serb, jënë të buë katunje. E tash kanë shkuar gjandarmeria aty, policia. Çka ajni të buë ju kështu? Valla hoxhën për presën se son të natë madhe, edhe u kanë hi dajak. E i kanë rre, e i kanë përgjak, mirë po, s'kanë mujtë me i nalë apet. Edhe prap jënë të buë, edhe prap jënë falë, edhe kanë madhnu Zotin Gjeleshane hu, Gjelali hu, edhe pse me vështërsi edhe me përndjekje. Ndërsa unë këtu si imam që 21 vite që jam, maj men që gjematin a kanë arë të rejhun. Më rejhen vëlla. Po ka pas raste edhe muë, kanë tentu edhe me vetur më shkel, edhe në trotuar, policia, pse ja kumë vra sytë, pse jam hoxh. Ka pas raste të komunitetit të shkali, kanë ardhur para xhamis apo net vetë më dha, mi rreh tupanin. Po. I kanë rreh edhe ata dhe ja kanë shky edhe tupanin. Kështu që kemi qenë krypën në sy për ta. Mirë po tash kanë ardhur ditë shumë të mira. Atëherë ka qenë vështirë, sepse kushte nuk ka pas. Muezinat të gjithë kanë hipën minare, sepse shumë xhami nuk kanë pas as elektrifikim. Po muezini, ndoshta edhe 80 shkallë ka pas xhamia, edhe ka hip atje nalt, edhe ka prit momentin kur është boj iftari mi thirrë zonin, edhe të gjitha mahallët e qytetit janë bë sy edhe vesh ku po dëgjohet e zoni. Që me bojnë iftar. Me boj iftar. Ka qenë njëkohësisht vështërsi, po ka qenë edhe një par vullneti juj, edhe keni qenë të fort. Pra, nëse e krahasojmë me sot, shumë sene janë shumë më mirë se sa atëherë, por që jemi më dopt fizikisht, njëkohësisht më dopt ndoshta të vendosur. Ju keni pas problemet ekonomike, politike, por prapë do të thotë nuk keni lëshu pe. Imani ka qenë, dhe alhamdulillah, është shumë i fort. Kur është imani i fort, imani është promotor. Edhe nuk ka vështërsi, edhe gjithmonë e jetë edhe prind tanë, edhe ne kemi pas bindjen Allahun Gjeleshane hu se do të ndryshohet gjendja, do të vije deri te liria. Dhe falë gjakut, sakrificës, luftës, që është bon, kemi ardhur alhamdulillah te liria, e tash kushtet janë fenomenale. Në krahasim me të kalurën. A ka ndodhur ndonjëherë që s'keni guxohur më çun syfer ose me shku në xhami për shkak të komunizmit ose për shkak të policisë apo orës policore? Po ka pas qyshja raste dhe faktikisht ka qenë një kohë e ndaluar rrepsisht edhe pa shkuar në sekretariat punëve të brendshme, nuk e guxu me i fal taravit. Po s'desh më shku me marr leje. Që ata më ta dhon lejen? Më ta dhon lejen, më ditë ku, në mënyrë që mi përcjell gjithmonë çka flitet aty, çka bëhet aty, kush flet aty.
kush prezanton aty. Pushtuesi apo okupatori këtu ka pas që me ditë të gjitha. Mirë po, prap se prap, populli jon, prap se prap, kur nuk është nalë. Po, S'është dorëzuar në asnjëherë. mënyrë ilegale, vaktet i kanë falë, edhe pse me rreziqe të shumta, mirë po nalë nuk janë asnjëherë. Çfarë kujtoni prej nanës dhe prej babës? Po kujtojmë për nonës e për babës gjithçka. Ata na kanë frymëzue, ata na kanë udhëzue. Për Zotin, për pejgamberin alayhi salatu wasalam, për këtë rrugë që jemi ka ndjekum. Kemi aty në bërë shumë, po inshallah Zoti i madhërishëm ata i shpërblen. Unë deshta ta tham që qysh i ri e kom dëgjuar këtë thonje prej babës, thonje të pejgamberit alayhi salam, thot një herë prej herave, pejgamberi alayhi salam kur ka falë sabahin është kthyer prej sahabëve, edhe ka pas zakon mu përshëndet me ta, edhe mu vetë me ta, si a pushuet, a flajt, edhe a ka pa dikush edhe një onër për juve, se ka qenë edhe komentues pejgamberi alayhi salatu wasalam. E njeri prej tyre i ka thonë po ja Rasulullah. Dy shok që i kum pas të ngusht, njeri është vranë luftë, ka ra shahid, e ka vdek që një vit e gjys. E tjetri ka vdek para një muaj, e i pas të dytë pranë ka hinë në xhenet, po ky që vdes në kushte normale, ky hinë në xhenet para ti, që ka ra dëshmor. E u çudita. Pejgamberi alayhi salatu wasalam buzëqeshi edhe tha sahabëve, tha, apo ju do këtë gjatë çuditshme? Tha po valla. Tha, po ky ka jetue edhe një vit e kam rri edhe një Ramazan. E kam rri në natë Kadrit. E kjo u bo shkak e sebeb me ja kalu atina shahidit dëshmorit. Prandaj ai që agjeron është shumë e fat. Zoti xhaleshanu sidomos këtë 10 ditë në fundit, brenda një nate, Lejletul Kadri khairu min alfi shahr. Nata Kadri është më me vlerë se sa 1000 muaj, e 1000 muaj në matematikë bojnë 83 vjet e 4 muaj. E kur me nxon mo 83 vjet e 4 muaj, ai gjershë këtë rast. Një ymër jetë. Në ymër i tërë dhe i pa as i gabim. Ai që e fal sabahin këtë ditë sikur 83 vjet e 4 muaj mos melon sabah. Ai që e fal drekën sikur 83 vjet e 4 muaj mos melon as i drek. Po i qinin, po kështu akshamin, po kështu yatsin, po ai që jap sadak, po ai që jep pagu sadakat fitrin apo zeqat, sikur 83 vjet e 4 muaj të është duke nda në rrugën e Zotit xhaleshanu. Prandaj kjo i ka majt popullin tonë. Kjo i ka ruajt popullin tonë. Për ata asnjëherë, edhe pse kemi qenë afër kufinit, asnjëherë as si kena pru mrena, as që kena shkue. Asnjëherë, as që martua me ta, as që kena marrë, as që kena dhonë. Dhe kjo distancë ka bo që, fali Zotit, e kemi ruajt besimin tonë edhe e kemi ruajt kombin tonë shqiptar, ashtu që ma mërmenja mua që niveli tek popullata shqiptare është ndoshta edhe ma i lartë i anës kombëtare se sa ndoshta edhe në shtetin anë. Fal kujt, fal besimit në Zotin xhaleshanu, sepse nuk në ka bashkue as i sen me ta. Nëse ke po në rrugë, nëse të ka përshëndet, e ke përshëndet, nëse jo, ai rrugën e vetë, rrugën tone, edhe kështu që. Po ashtu jeni marrë edhe me, besoj keni kontribuar edhe në çështjet probleme familjare, belat që thot populli, pajtimin e gjaçeve. Sa kohë në letë atë kohë më marrë me këto çështje, mi pajtu njerëz të pos parasysh, s'ka pas shtet sikurse që ka që dënon gjykata prokurori, por është dashur me hoxhallar, me njerëz me ndikim me i bin njerëzit me ja fal gjakun ose mu pajtu ose probleme ndryshme. Po edhe këtu na ka motivue fjala e pejgamberit alayhis salam. Një herë për herë kur ka fal sabahin pejgamberi alayhis salam ka thonë doni t'ju tregoj çka është më me vlerë se sa me fal një mirë çatë namaz nafile. A doni t'ju tregoj çka është më me vlerë se sa me i përcjell 1000 xhenaze. Edhe a doni t'ju tregoj çka është më me vlerë se sa ti vizitosh 1000 të smur.
Ka thonë dëm ja Rasulullah, se nuk dëm. Ka thonë kur dy musliman, dy besimtar, hasmohen, e ai që shkon, e i pajton, është ma me vlerë se sa kjo. E prandaj t'jesh imam, është e pamundur mos t'jesh edhe misionar, edhe i pajtimit, edhe i çështjes fetare. E kështu që ne dhe hoxhallarët në përgjithësi, gjithmonë kena kontribuar në këtë drejtim, edhe çdo nga të rres që bëhet në xhamatin ton, po edhe më larg që ndëgjojmë, ne marrim pjesë. Falë Zotit dhe autoritetit që kena fituar gjatë tyre viteve, kena arrit shumë gjatë që me pajtua. E për nga të resa më flasëm që janë edhe me qindra. Sa është e lehtë me qenë i drejtë në këtë rast, në këto pika, në këto tema të ndihshme? Unë asnjëherë s'm ka ardhur vështirë. Për shkakun se gjithmonë e kom ditë që nëse i pajtoj, kam shumë sevap, po edhe nëse s'muj, pse ju munu edhe këtu kam sevap. Prandaj s'kom pritu asnjëherë. Edhe falë Zotit, ka pas raste edhe djalin e vetëm. Edhe vallai që u sigur burrë edhe ka thonë hoxh, nuk muna me të kthye ty prap, po caktimi i Zotit. Mirë, po kush e bë këto? Një njeri që beson, sepse me falë është trimni, me falë është burrni. I ligu as nuk të myt, as nuk të falë. Të le zhag. Ai qashtu edhe faktikisht edhe po humb, sepse ti kish gjëra të ndorë. Ai në momentin që po të çon për shembull për besë, dhe kur hin në besë, domethënë është dërzue. Dhe çka ti thuash, se unë para se më shkuaj thon, shiqo, unë për më shkuë nuk du mu skuq as unë vet, po as ty s'du me të skuq. Duhet si mas traditës tonë kombëtare, e venit ku jetojmë, ti nëse hin në besë, paguhesh, domethënë detyrohesh me ja kompenzu gjakun në fund. A pranon as pranon? Thot hoxh, po, çka të thush? Mirë, po ka raste, ja besë një herë, 2 herë, 3 herë, dikur çka po di në llafi grave, çka po di edhe, jo s'pe japi besë mu. S'pe japi besë mu, pa i rri 1 vjet, e 1 muaj, nështë për shembull ruhet e mshelet, po gjithë jetën s'po rri. Edhe dikur po del edhe mos i qeniri hiç. Edhe po gabojnë dikush, megjithëse do raste të rralla janë për Kosovë, mirë po, gabimet e tyre kanë bërë që pa u mshel kjo plagë, kjo hasmëri. Tash u zbut pak situata më duket, për shkak se janë zbut ndoshta njerëz, ndoshta edhe ligji, por a ka pas raste që ke shku në obër ose në der dikujt dhe s'ta ka çel derën, që ka thonë s'jam i gatshëm për m'ia fal gjakun? Ose s'ka prit mirë në një farë forme? Jo. Nuk ka pas rast. Është tradit, falë traditës tonë, kombëtare dhe fetare, gjithmonë derën e ka qel. Na kanë shti mrena, mirë po, ka pas raste që ka thonë, nuk muj. Kuptam, me kalimin e kohës, e ka kuptuar që ka gabuar, e ka pas raste, mirë po, une nuk du me ja u hup nerën, popullatës tonë që jashtëzakonisht hoxhën gjithmonë e kanë prit mirë. Ka pas ndikim roli i hoxhës dhe vazhdon të ketë ndikim, po ashtu edhe është prej figurave më të besueshme në shoqërinë tonë. Ende ju besojnë hoxhallarëve. Më shumë se sa politikanëve, po se po, por edhe më shumë se sa këtë rast avokatëve, sociologëve, psikologëve, vazhdojnë hoxhallarët me qenë më të besueshme në shoqëri. Kjo ka bërë për shkak të punës tuaj që keni pas dhe për shkak që populli ju beson juve për një hall, për një derdh, për një gjësen që ka. Po është shumë e vërtet, për shkakun se unë ka ndodhur me shumë veprimtar, duke mos i au cek emrat, edhe kam shkuar me atë veprimtarin. Mirë, po kur kam shkuar, tash tentua me i pajtue, na dha fjalë të mira, jam pro, mirë po, nuk e kam edhe unë lehtë, kam edhe tjera anëtar të familjes, duhet konsultohena, edhe ma ardhë tjetër herë. Tash i tilli, kur del, i thët palës të atina, ka marrë mu ka prishkeri, pa prishkeri heq.
Qka kum hijek, e pagua që shto mjetër në knejna anejna, hoxhallarët të sene si kam bukur. Si kam përmen asë njerë. Jo me fitue, në fatkeqësin e dikujt, për shembull dikush. Mirë, po i kena po fise bilillah, duke mos llogarit as onën materiale, as kohën që kemi humbë. Se për këto, sikur që thash, Zoti xhaleshanu shpërblen. Prandaj kjo ka bëu që hoxhallarët e kanë ruajt vetën. Edhe nuk kanë shkel, si thot populli, ndras kalb me bukë senësh, edhe për ata gëzojnë autoritet në gjitha viset shqiptare. E mbani mend sa mundet me qenë numri i familjeve të pajtu me problemeve ndryshme, ke ndonjë listë apo jo? Veç vetë që i kom pajtue, 13 gjaqe. 13 gjaqe. Po. Kështu nga të resa, rrahje, çka po di, Probleme ndryshme, po. ndoshta me qindra. Po tash kohët e funit, po marrë pjesë edhe në pajtime si plak, edhe njëkohësisht edhe hoxh, po edhe si plesnar. Më shumë ti ka shkolorizime. Fatkesisht, ndarje. Edhe për arsye tepër banale. Këtu ndoshta domethënë ka dhe me qindra. Pse po ndahen sipas teje çiftet sot? Për arsye shumë thjeshta, shumë banale që po i dëgjojmë dhe po i shohmi. Çka po i bën që mundo kaq lehtë me grua se me burr? Sepse ligji s'është i mirë. Ligji nuk është i mirë. Zoti, a ka kush më mirë që e njeh dikan se sa ai që e krijon apo e marrë vetë? Zoti në Kur'an ka thonë rijalu qawwamun 'ala nisa. Mashkujt janë më të qëndrueshëm se sa femrat. Mashkujt ju ta kanë me udhëheq shtëpinë. Femrat janë më dobta. Do të më ndihjë burrin. E kje jetën me ta. Ai qohet në ora 5, në ora 6. Qohet e shkon e punë gjithë ditën e dërmohet. Po a mos më dalë atë më prit para dere me i thonë, o burri jam. Po Zoti të ruajt, po Zoti të shpërbleft, po Zoti të pagohet për çdo pikë djersës që ke derdh. E urdhë ulu, çka do me hongër, çka do me pi, a do në ushtri. E jo hala pa ullë mirë, u vanove se po do me dalë. Ku me dalë? Po me pagat të në shemull, për i bëjt 600 euro, 700 euro, 800 euro. Qka me bo me tu? Ka shumë që nuk kanë edhe shtëpi. A me pagu qiran, a me pagu qerdhen, a me hongër, a me pi, a me vesh mbath, ku a rryma, ku a ujt, ku jenë mbeturinat. Prandaj, kjo e nervozon burrin. Edhe nervoza e shtin ndoshta mi përdor në i fjalë që faktikisht është e rënë, s'duhet mi përdor, mirë po pe lodhjes, edhe po vjen të këthirë të femrat e sotit sa nuk bajnë heq. Po thuhet që nuk durojnë heq, a? Jo, valla, nuk durojnë. Po në këtë rast, baba dhe nona, kanë ndërë të rëndësishëm me eduku qikën, apo vajzën, apo djalin? Që të njëherë, pra, ku ka thonë baba, kështu ka mbeti, ashtu ndonë se ndonjëherë ju është bo padresin e emën të fuqisë që ka pas prindi, por ka pas më pak ndomje dhe më pak nga tresa. Unë mbaj men, pleshtan, të gjithë ona jonë dhe populli jonë, para se mi përcjell vajzën i ka thonë që rëbiu. Unë atje nuk po të qaj me pleshnue. Unë atje po të qaj me punue sa të munësh, me ngue, edhe me i respektuat familje. Edhe ka qenë, vallahi ka thonë, une i kena thonë kryesa kaku këtë në herë. Dhe më thonë në fillim të rrugës ku ka shpijet e dyrë të shpijës tina, ka thonë kër e shoh mikun në qehre, e një apo e di që ti qysh jetu s'jell. E jo se të baba edhe nona, shemull për bëj, i thoi nonës, mos të jo ty me të shkel burri, mos të jo ty me të bërtit, mos të jo ty me
mu bo aty, do më thonë, si urë me kaluet të tjerët. Prandaj është kjo gabim fatal, edhe po ju kushton, jo pak, po ju kushton shumë, se pëndohet tash vjen ajo femra të baba dhe të nona, s'ka kush ka tjetër kun, do të mi moj tash baba në pension, që si mjafton as për veti, mi moj tash edhe vajzën që ju kalshue. Edhe ka stres për shkakun se njën vetën keq të shoqënia, të familja, pse talshun qikën. Po edhe onën tjetër në aspektin material jenë të hikë. E jo vallahi, me fe islame dhe me tradita popullit tonë, duhet me i thonë qëre, pa drejtësi nëse të bën burri, familja e saj të rego muë. Edhe baba duhet mu sqarue me familjen e dhonrit edhe me dhonrin. Dhonri edhe me fe nuk guxo mi shoh. Sepse në vihra shumë ofër ja bënonës, në ka përësit feja. Në përësit islami, Kurani adhi më shumë. Prandaj, nusja shkon shtëpinë e burrit, plot gojën e thret vihrën oj non. Edhe o bab, faktikisht janë nonë e rrejshme, se të kërkush si ka dy nona. Ja, as dy baba. Ka. Mirë, po pse e dën burrin për hatër ti, thot vihrës plot gojën oj non. E tash, a ka ma pështërsi për atë burë se me jasha nonën nusës? Në ka gabime të dy palët. Për ata, po pësën ky popull, edhe kjo shoqërinë përgjithësi, pse nuk është një landë fetare në shkollat tona. Se vallahi ishin rresh senet, edhe ishin rregullue. Fatkeqësisht, për çdo vit, para se me fillu mësimi shkollor, me 10.000 euro se cila shkollë harxhet gjoma. Kush i thënë ata? Nxënësët. I thëjnë fëmija tonë. Pse? Se i pa edukum, i pa arsimum, pa një emnin e Zotit kur, pa një emnin e pejgamberit kur në për shkolla, edhe i do këtë tash që ka bo diçka, tep një guri, hajde pithejmë gjomën e shkollës. Pa ajo është pare e babës tanë, e nonës tonë, se na të gjithë participojmë atë rrogat tona dhe ndajmë edhe për shëndetësi, edhe për shtet, edhe për polici, edhe për ushtri, edhe për gjithë shka. E krejt kjo, bën që këto gabime pe i paguajmë tani të gjithë. A ka ndërtu hoxhallarët shtetin? Si the edhe? A ka ndërtu hoxhallarët shtetin? Wallahi gjithmonë kanë qenë kontribues dhe gjithmonë kanë qenë prijetar të lirisë. Gjithmonë. Hanë dan që thot populli, ha? Po valla. Qysh prej shpallës pavarësisë në Vlorë, nga Ismail Qemali, domethënë shifet edhe në foto, shumë prantina, hoxha dhe hoxhallarët gjithmonë kanë kontribuar. Ti përmeni tash unë këtu kontributin e hoxhallarëve që kanë bërë për ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe për Kosovën përgjithësi, është kontribut i jashtëzakonshëm. Wallahi unë vetë prej këtuit këm lidhë zeqatë dhe këm qua pare, këm qua për ushtrinë shqiptare të Kosovës, këm qua armatim. Ju personalisht, apo? Po, wallahi, personalisht. Po. Ku i keni qu tek Në zonën operative të Shalës. Shalës? Po. Se kënena ka hlapi, kënena këna banu, këna jetue, e im kanë njoft ma shumë. E anena kam dalë shumë i ri pe jasa jone. Edhe kështu që, do më thonë, nuk më kanë njoft ma shumë edhe për ata, kur kam ardhë, ka qenë shtëpia Selatin në Vësellës të në Arbri. Edhe kahve, i qova 3.000 marka. Edhe e qela kitë kapuqin kështu edhe i shtina këtu. Se thesha në gjepa më kontrollojnë dikone në qerape, se më lonë vene në këpuce, kur erdhëm aty, në i shtinë tytët e automatikut për jashtë, dola për jashtë, duart mi kerë, më sheshë shkel me komve, s'lanë venë kur më pa kontrollu. Edhe, më tha, shta imash ispët lave. Më ka ardhë, kur ka thonë që ka kije në kokë,
I s'pët kape, dhe më thonë që ka kje në kapoq. Thash Zoti na ruajt. Dikush atje pas ka spionue. Mirë, po, ma qaj Zoti gjeleshanu dhe thash, në kapele kam kryet. Ma hoqën në kapele, në s'pon kështu kur gjo. Në shkelëm, se pa rreth, jo, edhe kam kalu. Vëllai kena qenë shibër në syje për shtetit. Asha Zotin, kam shkue për letër njeftim, kam shkue për pasaport, nuk më ka dhonë, jo Arbora Nikoli që ju konë. Tha ti nuk e merita me konë hoqë, edhe si e hoqë heqë, se ti për delë në demonstratat, kom po promë në përmes televizionit Beogradit. Asiher nuk im dalë në protesta, asiher heq kur. Ki qenë një regull, da? Gjithmonë kam qenë. As jetut? Po. A kanë orë të shpija ndo njerë? Edhe më kanë arrestuar. A të kanë arrestuar? Po. Edhe më kanë thonë pse, unë jem me popullin tem. Ku të është populli jam, unë jem që aty. Asiher nuk dana për i popullit. Mund është më mytë, mund është gjithë shka më bo, po mu tërhjek nuk tërhjek në kur. A kanë dollë mbarë më të marë të shpija në pytje ose në gjami më ndalë pse keni marë protesta? Po qushja. Pa i kush është taj që sukon. Nuk di që ka imam që faktikisht nuk ka qenë për zyrët të tyre. 4 vjetë këmë pas ndalume, mësë më udhu për jashtë më kanë marë pasaport. 4 vjetë? 4 vjetë. Si arrej një hajrizi i keqekullë, është hyna më kishë dalë afati letër njeftimit, si që më po, e ka dita i shka thonë për mu edhe, duhet hoqë ka, thash qështë, tha hoqë, vejo në të shpia ta marrë certifikat lindjes, ta marrë në shtetësi, 2 fëtë, se s'bo me konti aty. Se ta bojnë e i shërë. Se më ka nëunë tonë, haqjiti ka nëunë më shku, mu se më ka nëunë një vetë, për shkakun se si që më ka po, tha, ti s'mun është me dhëtu. Cilën vetë? 98. 98. 98. Dhe më thonë, pëthuaj se në kohën e luftës. Po. Që sa vite, përmënoj, keni 41 vite imam, por besoj në gjamia ndryshme, apo? Po, s'qysh në zonë si Medreze kam qenë në vitin e 2, më kanë shti imam për herët parë dhe për herët parë është inaugurue gjamia Buzagin gjamia, apo gjamia Vicit që i thojnë këtu në Prishtinë. Aty kam shërbyer një 4 muaj e gjysë. Mirë po, mas 4 muaj e gjysëve, kryetari atëhershëm Sulejman Mustafa ka qenë, tha më la ja po të livdojnë njerëzit shumë, tha keni za shumë të mirë, tha dhe shumë po të lavdojnë po të qojmë imam Ver Mullaram Shajkovcit, gjamia Jusuf Qelebi. Tha, e ke mësue hytbën hala, thash jo, hytbën në vitë 3 e mësojmë. Tha, po të lavdojnë Mulla Bahtiri, se unë mësejsha edhe në medrese, por mësejsha një kësisht edhe tek Hoxha i nderuam, Zoti jam shiroft jalabi, Bahtir Hoxha, edhe tha më shku mi mësuni hytbet për gjithshme, edhe po të qojmë aty, po të qojmë imam për 5 kohë të namazit. Vallai i falenderoj që të gjithë prej drejtorit dhe të gjithë personelin e medreses Alaudin, të gjithë kanë pas një konsiderat jashtëzakonshme për mua, sepse e kanë pas qëndrimin tim, edhe ky rregull ka qenë jashtëzakonshëm veç për mua, se jo për të tjerët. Kur s'm ka nalë, sepse ka qenë koha e studimit, ata s'kan mujt me dalë për jashtë. Nuk ka pas ditë me dalë kur duheshin në qytet, unë të gjitha i kum pas lira. Sepse kam qenë imam qysh, dhe më thonë pej viti 2. Edhe aty kam shërbyje dykon një 2 vite 3, tani jena në rru me kryetarin, se kryetari ish imam ku jam unë sot, e shtëpini kishte afër asaj xhamisë aty, tha më la ja po në rruhëm, tha se edhe jam plak, edhe jam pensionue, tha edhe më afër banesës ku isha une, edhe kështu që jena në rru. Mirë po tani kam shërbyje edhe në 3 xhami të tjera, derisa është ndërtuar xhamia ime. Sepse xhamia jame ku shërbej ka qenë kohës Osmanëve. Mirë po me material të dobët, me lloç, edhe kemi rënue. Edhe këthirti sa ka qenë xhamia atu punue, unë kom shërbyer, kom zavendësua Mulla Osmanin, Zoti më shëroft Osman Abazin.
edhe bile ka qenë i smur e peri dritarës, e qilke dritarën për mi përcjell ligjeratën se unë digjej ka të afër shtëpisë. Po tani kam shërby edhe në xhami të Llapit disa muaj, e kam shërby edhe në xhaminë e Matiqanit, edhe aty një 4 muaj, bile më kam prit aq mirë, sa që më kanë thonë për ndërtojmë shtëpi, për të blejmë kerr. Veç me nejt. Veç me nejt këtu, inicues apo kryesor i këtij projekti ta quaj ashtu ka qenë Haxhi Xhema, Zoti mëshiroft. Ka qenë një haxhi që ajo po shkak edhe sebeb që sot ekziston xhamia në Mat. E më ka lutë shumë mirë, po i thash, vëllai po më je keq, thash se unë jam i mamë në qytet, thash e milon qytetin, e marrë dhe në fshat, megjithëse tash mati veç është Po pjesë e Prishtinë Re. Mirë, po falë Zotit, që më ka ruajt, po dhe vetë ju më në më ruajt, edhe derit me sot, këm kaluë në të gjitha xhamatet, këm kaluë në mënyrë të shkëlqyeshme. Alhamdulillah. Jo çdo hoxh bën pastrimin e xhenazave. Janë të rrallë, sidomos tash të rit. Sa është e lehtë me pastru xhenaze? Po nuk është lehtë. Nuk është lehtë. E bani qysh mati këta, po? Mirë, po që 41 vit. Peq kur kam hi imam prej atëherë. Duan si djalë i ri ke la xhenaze. Mëra valla dhe për herë të parë, bile ato që i kam hyjt treni 2 djem, që faktikisht kanë qenë shumë të mëtume. Mirë, po Qysh ishte hera parë me la xhenaze, mandej dëmtume për shkak të trenit që i ka shkel? Hera e parë normal që ka qenë maran. Mirë, po tash jena mësuen, adaptuen, duke ditë shpërblimin, sevapin, se pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka mësuar, na ka thonë të gjallët 4 gjëra ja kanë bërgj të vdekurit. Apo janë farze. E cilat janë ato? Është farz me i pastrua, farz është me qefinos, farz është me afal namazin e xhenazës, edhe farz është me mbulu me dhej. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, ai njeri që e lanë një të vdekur, pra e qefinos, ja fal namazin e xhenazës edhe mbulë, e fiton një kirat. E kirat ka thonë pejgamberi alayhis salam është sa kodrat e Uhudit sa vinë ran shpërblimi. Mirë, po si këshill teleshikuesve këtu që po na ndëgjojnë, të mërësisht disa janë ka hebojnë për sy edhe faqe. Abdes nuk merë. Kohën e namazit nuk e falë që është koha kur shkon në xhami. Xhenazë nuk ja falë të vdekurit, për çka ke shkuë? Ky ka shkuë mi pa familjarët që ke valla. As si tëro fitim se ka të Zoti xhaleshani mu, as si tëro shpërblim se ka të Zoti xhaleshani mu. Prandaj janë të bo gjunahe të mëdha. Na dhimën, shumë na dhimën këta njerëz që rrinë në diell, e temperatura në është 30, po flas për korrik e gushte, 36-7, po është edhe minus 7-18, deri sa falet namazja, falet xhenazja, ai rreqyqja në bërë, në shia të lagët, e mërdhihet dridhet, të konë me hi në xhamin shpit Zotit më falë, edhe me ja falë xhenazën të vdekurit. Mirë, po pse s'ja falin xhenazën? Pse nuk din? A ka ma të merë se mos me ja falë njëri namazën e xhenazës babës vet? E nanës vet. E nanës vet. Po gruas vet që ke hangur me ta, ke pi me ta, jera me ta. E ke kriju krejt familjen me ta. Pa ka ma të merë i Zotit se mos me ja falë xhenazën shoqës tonë, apo fëmijët tanë. Mirë, po nuk di. Unë kisha thonë që po t'ishte një landë fetare, ju mu po hoxhallar. Po me mësu bazat e Po me mësu gjërat elementare të kësaj feje. Vallahi kjo kishë ndikue edhe të doktori, edhe të polici, edhe të gjykatësi, edhe të prokurori, edhe të gjithkush. Pse të doktori? Se ajo është i shkolluar, është njëri me i profesionalizuar drejtimin e vet. Mirë, po kur e ka dronë e Zotit që Zoti e sheh, nuk e këshyr ato që është më i pasur në ryshe e ky që është i varfër nëse ka kërkon në ryshe. Po i këshyr të gjithë njëjtë. E na kur ke fjalët e pastrimi, vallahi
nasht është biznismen, nasht është njeri i politikës, nasht është kusht është, se pasha Zotin, njësoj. Lahet njëjtë. Njësoj, të më kryen detyrat dhe ceremonia fetare. Më kujtohet një rast Fadil Hoxha. Po. Bile edhe shumë vonë, diku në vitin, fillimi i vitit 99. Keni rast, edhe i farë rasti, si gjysma shqiptar, gjysma sërb, shikon të martuat me zveti, mirë pa i vdekuri, me ja kryu ceremonin fetare, edhe një farë, që po di, farë komandanti që faktikisht kështu në thojza ka pranu me punu me regjimin e tyne, edhe ati kish vdek a i jafër mitina, edhe shkumë në vërrim. E ta shqa ka lidhë Fadil Hoxhën me ta, unë nuk e di. Mirë, po të gjithë në teshat zeza, që nuk është tradit e shqiptarëve të besimit musliman me konë në teshat zeza. Edhe shkumë, ta shune për jathra stalkinin. Ta shpini, dikush po thëtë, apo të njën, apo të përgjegjet. Për këthej ku, kënë për Shafadili. Ta shumë Fadil Hoxha. Po kur njeri u për e ka shpi kasetëfonin, edhe DVD-n, e televizionin e për shehvehtën, aty po Zotë Gjeleshane, hun të ka kryu e ty jo Fadil Hoxha dhe muë, edhe kretë kitë gjithësi. E herën e parë si na konë heq kur na ka kryu, vallahi ka më na kryu edhe pasha Zoti këni e ma mirë se ti. Vallahi qështu ja kumë. Fadil Hoxhës. Qështu për të thëmë qështu, po vallahi. Cili ishte reagimi i tij apo heshti? Si? A reagoj mo apo e nali muhabetin? Jo, valla, sikur me ja pa he kryet. Se ku me ditë qësh Irakja që ndoshta edhe Hoxha qësh ma kthej fjalën, po thamë një, po e dyta, kur i thash njerive ka po kasetëfonin, e radion. Edhe pishti me fol, e qësh Zotë Gjeleshane hun, të ka kriju e ty, e ka kriju e gjdo krijes tjetër, a i ka mërësi apet mi kriju edhe mi bo që shukon. Nderuar Hoxhë, faleminderit shumë që ishe pjesë të këtij misioni. Padyshim që kam edhe shumë pyetje, sepse 40 vite do thotë janë shumë historinë vete, por kaq kishim kohë dhe hapësirë për sot, me shpresë që do të takojmë edhe hera të tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe jetën e gjatë. Dhe televizionit tuaj jeni ka avur një punë shkëlqyeshme, Zoti ju shpërbleft. Amen gjithëve inshallah. Faleminderit edhe herë nga ana e juaj, ndërkaq të nderuar shikues kaq për sot. Takohemi sigurisht nga hënën të premten nga ora 16. Ju vazhdoni të qëndroni edhe me tutje me programet e RTI-s. Selamun alejkum.